S'kam ardhur të luaj me njerëz, Eliona shpërthen në lot gjatë debatit me Londrimin. Një debat i tensionuar ka ndodhur mes banorëve të shtëpisë, Elionës dhe Londrimit. Të dy janë përpjekur të sqarojnë situatën, por tensioni u rrit dhe Eliona shpërtheu në lot. Ajo i tha Londrimit, s'kam ardhur të luaj me njerëz, nëse luani ju mes vete, duke treguar qartë shqetësimin dhe ndjeshmërinë e saj. Londrimi u përgjigj me qetësi, qëllimi im i vetëm është mos të lëndoj ty, duke tentuar të qetësoj situatën dhe të sqaroj motivet e tij. Gjatë gjithë debateve, Eliona nuk ka qenë shumë aktive në konfliktet e tjera të shtëpisë. Natyrshëm e ndjeshme, ajo është shfaqur disa herë duke qarë, gjë që e bën të duket si një banore më e matur dhe e ndjeshme. Ndërkohë, Londrimi ka qenë më aktiv dhe i përfshirë në diskutime dhe debate të shumta brenda shtëpisë, duke treguar një qasje më dinamike dhe shpesh më konfrontuese. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.